E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë bashkarisht edhe njëherë momentet më të bukura të Mateos, manifestimin që në fakt ai bëri për ditëlindjen e tij, një ditëlindje shumë e veçantë, një ditëlindje që i ka marrë gjatë gjithë kohës, ku Mateo ka përzgjedhur ta jeton këtë ditëlindje me brikenën që e do pafund dhe e shijuan në jezërc të Kosovës, atje ku Brikena kishte përzgjedhur që ta surprizon Mateon, do me thënë në një vila shumë të bukur, një super dekor që Brikena dhe Mateo, do me thënë, shijuan momentet e tyre, e jetuan këtë dashuri, dhe nga ana tjetër në Shqipërinë e tij të dashur në momentin gjatë kthimit, sepse Brikena ka nxjerrë edhe një video teksa po kthehej me Mateon nga jezërca, në vendin ku ato kishin përzgjedhur që të jenë, të gjithë menduam që Brikena do t'ikte në Shqipëri, do t'ishte pranë familjes së Mateos, do të kalonin një darkë të bukur me Mateon dhe familjen, por ndoshta edhe ka qenë, nuk ka një informacion të tillë. Ne bazohemi tek Instagrami, motra e Mateos nuk e kishte nxjerrë, domethënë kishte postuar vetëm vëllaun e tij. Tani duke ditur nga dashuria e madhe e një motrës që ka për nusën e vllajt, me patjetër që ndoshta menjëherë do ta kishte nxjerrë një fotografi apo një video të shkëputur që Brikena ka ardhur në Kosovë, në Shqipëri, më falni, që Brikena është me Mateon e tjerë, por Casey kishte përzgjedhur që së bashku me mamin dhe me babin në një restorant në Tiranë të festojnë ditëlindjen e Mateos. Domethënë ishte një tort simbolik shumë e bukur, ishte një tort me kuror mbreti e zez, ku ishte Mateo 29 vjeç, poshtë ishte shkruar urime mbreti. Mateo këtë momentin e ndau dhe në Instagramin e tij për të informuar publikun që, domethënë, jam me fat që po festoj 2 ditëlindje. Por Brikena ka nxjerrë një video, domethënë duke lëvizur nga vendi ku kanë qenë nëpër Kosovë me Mateon. Duke që Brikena dhe Mateo raportet i kanë jashtëzakonisht të rregullta dhe shumë të bukura. Mua në fakt ajo që ndodhi nuk mu duk për efekt klikimesh, sepse shumë kanë shkruar që kjo ditëlindje mund të jetë për efekt klikimesh, nuk ka dashuri në këtë mes, nuk ka emocion në këtë mes, nuk mu duk e tillë, mua mu duk si një moment shumë i bukur që Mateo dhe Brikena e jetuan dhe si çdo femër që dashuron një mashkull dhe i jep atij këtë surprizën. Tani mund të duket për efekt klikimesh sepse kemi të bëjmë me një çift i cili është VIP dhe normal ka më shumë lajka, ka më shumë interes, ka më shumë komente, por një moment të këtill apo një surprizë të këtill mund ta bëjë dhe një grua e thjeshtë ndaj burrit të saj dhe mund ta poston në Facebook dhe mund të ketë klikime dhe lajka. Domethënë nuk është kjo që është për klikime. Mua më duk shumë e bukur dhe më duk sikur e shijuan pafund këtë moment.